Përshëndetje miq të nderuar. Shoqata shqiptaro-gjermane ABEA në Gjermani për herë të 11 ishte një fuqire e darkës së Lamës. Darkën e Lamës në Mosburg, afër Munihut, e kanë begatuar mysafirë nga trevat shqiptare. Darka e Lamës është festë iliro-shqiptare, e cila nga viti 2015 nga shoqata kulturore shqiptare ABEA kremtohet në Mosburg të Gjermanisë. Pranë sofrës dardane, krahas bërgjimtarëve kësaj here ishin ulur edhe Bashkim Ramosaj, kryetari i Veçanit, si edhe personalitete tjera të njohura. Manifestimin Darka e Lamës në Mosburg e kanë begatuar anëtarësia shoqatës dhe mysafirët me specialitete tradicionale shqiptare. Për më shumë, ju ftoj të ndiqni reportazhin në vijim. Qyteza Mosburg pranë Munihut të Bavarisë ishte veshur në petkun solem. Mërgjimtarët me angazhimin e aktivistëve të shoqatës kulturore Bekim Berisha ABEA për herë të 11 kremtuan festën tradicionale Darka e Lamës. Evenimentin e sofrës dardane në Mosburg e kanë gjallëruar krahas grupit artistik të shoqatës ABEA edhe grupe artistike nga Gjermania me këngëvalle dhe lojra tradicionale. Kësaj here në Mosburg, Darka e Lamës ishte veçantë sepse shënonte 11 vjetorin e themelimit dhe krahas qindra bashkëdhetarëve prezantuan edhe përfaqësuesit diplomatik të Kosovës dhe Shqipërisë. Prezantuan edhe mysafirët nga Kosova, Bashkim Ramosaj, kryetari i Veçanit, Eja Shardobra, zyrtar, Adem Lushaj, autori disa librave për krime lufte, përfaqësues të institucioneve dhe aktivist të shoqërisë civile, Dr. Arsim Kërxhaliu, Kumrie Karaqica, Vera Hoti, Gjemile Morina, Astrid Qocaj, pjesëtar të OJQ-s for New Life Kosova e të asociacioneve familjare të të zhdukurve të Kosovës, si dhe Avdi Gërvalla, aktor i teatrit kombëtar. Pastaj prezantuan edhe aktivist nga Bavaria, Dr. Abit Veleu, deputeti Deli Gjonbalaj, gazetari Magjon Smajli, Bashkim Leci, Saranda Musleu, Fazli Gashi e të tjerë. Darkën e Lamës e nderuan edhe kryebashkiaku i Mosburgut, Josef Dollinger, dhe ai i Bruckbergut, Rudolf Radlmajer, me zonjat e tyre. Sofra ishte mbushur me bereqete bujqësore. Arka e bunarit dhe kofa simbolike ishin pjesë atraktive të skenës. Gjithmonë e Darkën e Lamës, lutjen e njëjtë kënduam dhe uruam. Për kurën e mutmotit, në falënderim të Zotit, për ligjen e mbar, djepat në shtyp, bekuam mbar me shumë nderim. Për gjan e gjallë, delen rude i lire dhe ziun buall. Dhe atë këtë së dhimë, lopet kuqloshe të trojave të mija, gjogu i matëshëm sa vetë i liria. Qenë deltar i lirë, qenë i dalta risë, besniku ma i mirë, vetëroja e shpisë. Për tokë uj e djellë dhe shqipen i lirë në qjellë. Po na i la i pori, babaj i Shend Ardonit, Tevuna, Jeronim dhe Konstantin,
në trashigim. Bogdan dhe i madhe Ibrahim në traditat tona shekujve në kalim. Nderuar kafsh u hyri im që jetë e bekim. Musafir të nderuar, vllazër, motra dhe ju përfaqësues konsullor. Konsulli i përgjithshëm i Kosovës, zotri Afrimnura, musafir i ftuar special nga Kosova dhe kryetari i komunës së Tiçanit, zotri Bashkim Ramosaj dhe stafi juaj. Auch einen herzlichen Gruß an den Bürgermeister von Bruckberg, Rudolf Rodelmeier und seine Frau. Të nderuar mjek, afarist, shoqata, artista, prindër dhe ju fëmijë të dashur. Mirë se keni ardhur sot në darkën e lamës të 11 me radhë që organizohet nga shoqata Abeja, nga djemt dhe vajzat e komunitetit tonë këtu në Freising dhe Mosburg. Së bashku sot do të shijojmë një traditë të lashtë dardane, por edhe një program artistik të përgatitur nga grupi i fëmijëve të shoqatës Abeja dhe shkolla shqipe nga Fraisingu. Do të shijojmë edhe ushqime tradicionale që janë sjellur nga nënat dhe motrat tona që të gjithë të kemi ushqime me bollak. Tani po fillojmë me programin artistik. Të pranishmit në emër të shoqatës kulturore shqiptare Abeja i ka përshëndetur Faton Ismaili. Më lejoni që në emër të shoqatës Bekim Berisha Abeja, t'ju uroj mirëseardhjen në darkën e lamës, aktivitet tashmë tradicional yni. Edhe pse sot jemi larg dheut, larg fushave kur prindërit e gjyshrit tanë kanë ndrisrin me duart e tyre, ne e mbajmë gjallë shpirtin e lamës në përzemrat tona. Sepse lama nuk është vetëm një festë bujqësore, por është një kujtesë e rrënieve tona, e mundit, e bashkimit dhe respektit për tjerësat e njeriut mundor. Ne në Mërgat, për kjo darkë merr kuptim më të veçantë. Këtu, larg vendlindjes, ne jo vetëm që punojmë për një jetë më të mirë, por të tentojmë të ruajmë edhe kulturën, gjuhën dhe zakonet që na bëjnë të jemi shqiptarë. Kur ndriedhemi rreth sofrës, qoftë për lam apo për ndonjë festë tjetër, ne forcojmë lidhjet me njëri tjetrin dhe i mësojmë brezave të rinj se kush jemi dhe nga vimi. Le të ngrem një dolli për darkën tonë të lamës, për punën, për tokën dhe për rënjet tona shqiptare. Uroj që bereqeti, harmonia dhe dashuria të mbushin çdo shtëpi shqiptari kudo në botë. Gëzuar lamën dhe ju rrit buka e puna në shtëpitë tuaja. Është një festë falënderuese, është një festë ku njerëzit mbledhen të lashtat, njerëzit e falenderojnë Zotin për gjitha të mirat, për bereqetin, edhe për gjanë e gjallë, edhe për gjitha ato që jo ka sjell ky vit. Andaj bashkarisht urojmë që të kalojmë sa më mirë, edhe këto tradita mos t'i harrojmë, sepse janë shumë të rëndësishme, sidomos për gjithë këtë rini që janë këtu sot prezent, gjithë këta fëmijë e nxënës të cilët janë bashkarisht me ne këtu dhe festojnë. Është më rëndësi që traditat për cilët brez pas brezi, edhe pse ne jemi jashtë atë dheut, edhe pse ne nuk jemi me vite në Kosovë ose për regioneve pjesëve tjera shqiptare të cilët janë këtu sot, megjithatë duhet kontribuojmë në rujtjen e traditës dhe rujtjen e kulturës tonë. Mirënjohja dhe falëndërimi shkon për shtetin gjerman që ju ka jep mundësinë i pjesë të qytetarëve tonë me kriju familjet, me zhvillu familjet, me pas një standard ekonomik, me pas një siguri, dhe kjo është për një periudhë tepër gjatë kohore ku ne nuk kemi pas port hapun, dhe kjo është diçka që më vonë na ka sinkronizu që ne mi pas disa vlera, më të me pas idenë për shtet, për institucionet dhe me pas mundësi mi bu këto gjatë. Njëkohësisht, edhe shteti gjerman edhe ne si qytetarë të Kosovës, jemi krenarë dhe jemi mirënjohës për juve sepse ju jeni integru dhe jeni model i mirë besoj edhe për shtetin gjerman. Jam manit me krejt këtu grupe, sot pashtu dhe klube tjera sportive, edhe shoqata tjera që është një diçka tepër madhështore që
që ka ndodhur dhe ju përgëzoj që të cilin për juve që kanë jep mundi për me ndodh një diçka tradicionale dorë kalonçe për hir të së vërtetës në atje edhe kemi nis me harru nga pak. Megjithatë janë dy koncepte, është kjo molepsia që nga njerë na bën me unikes, jemi parajykus, jemi gjykus, po është diçka interesante, është diçka më e madhe sepse në mëngjes prap regenerohemi, prap nisim, ecim përpara. Dhe kjo është madhështia e popullit tonë. Dhe në këtë kuadër po duam me çoni përsi për krejt këta aktivista që na bojnë me unë mirë me ta, që mos nane, sepse një ditë ka me pas në rezultat, jo pëse s'ka tash, po edhe shteti jonë e duhet me marrë hisën e vetë, dhe duhet me jep diçka për vetës që me qenë ma të organizun, edhe me pas atë vendin e mëritun, edhe ju si qytetar që jetoni këtu mirë, po qeni qytetar të Kosovës. E falenderit për këta që e bani, e falenderit së të mos zonjave që e kanë bo një pjesë të mundit që me e bo ushqimet që janë tradicionale për Darkën e Lomës. E u pafshim vetëm në gëzime, e në suksese, jeni modeli mirë, për ashtë sa pashone, e kultivoni këtë model sepse në boni me unë mirë kretë neve dhe boj model për kretë tjerë. Falenderit për ju. Ky eveniment i mrekullueshëm i organizuar nga shoqata Bekem Berisha Abeja në Mosburg është dëshmi e punës së ndershme dhe të palodhur për komunitetin tonë. Prej më shumë se 10 vitesh, këta njerëz punojnë me vullnet e dashuri pa kursyer kohë e mund vetëm për të mbajtur gjallë traditën tonë të lashtë e lire, Darkën e Lamës. Një festë e bukur që bashkon njerëzit, që nderon mirënjohjen dhe bujarin, vlerat që na kanë përcjellur brez pas brezi. Të dashur miq, faleminderit për praninë tuaj, për dashurinë, për kontributin dhe për frymën e bashkimit që e mbani gjallë çdo herë që takohemi. Le ta ruajmë këtë energji, le ta përcjellim brez pas brezi dashurinë për adheun, traditën dhe gjuhën shqipe. Kullat e unikut që sot dredhet kur, për Bekem Berishën, ma jepni një gur, po ma fal një gurin, t'ja ruaj kujtimit, se ndëroj flamurin, t'a ndëroj untrimin. So ka drit Kosova, so ka gur Elisa, le të qelë kujtimin, te Bekem Berisha. Kullat e unikut me shtatin e hishem, në frëngjim ma falni për Bekem Berishën. O t'ja lot e vore, gurin me frëngjim, djallit e grabocit që vdes për liri. Pastaj ka njësur programi i Darkës së Lamës përgatitur nga grupi i shoqatës Abeja. Arif Arifaj ka ftuar disa nga mysafirët për të ulur pranë sofre. Edhe
Unë sot ndihem shumë i përgjuar që këtu sot jam me miq gjerman, fitoren e komunës Veçane, me klik edhe me gjithë veprimtarët të të cilët angazhohen për çdo ditë. Andaj jam shumë kurreshtar se çka ka përgatitur për këtë sofër sot shoqata Abeja dhe gjithë ata të tjerë të cilët kanë kontribuar. Falënderes shumë dhe daqë gjithmonë pa që bardh e ju prishte bara. Falënderes shumë. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man Traditionen und Bräuche von anderen Ländern sehen und erkennen und mitfeiern darf, denn nur so kommen Leute zusammen und gibt ein gutes Miteinander. Also es ist mir nochmal, mir selber und auch meiner Frau eine große Ehre, hier als Nachbarbürgermeister der Gemeinde Bruckberg hier teilnehmen zu dürfen, und ich freue mich auf das, was noch kommt, und wünsche uns allen eine schöne Veranstaltung und vor allem gutes Miteinander und auch alles Gute für die weitere Zukunft. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Bürgermeister von Bruckberg. Unë du me po një tregim të familjes ime, sepse në darkën e Lomës, kur i ka nëftu do mosafir, e darkën e këshim pavanu pak, e njoni për mosafirve pak ma sërë, i thët që këtë darkën e Lomës e në kërën Ramazan është që kem punë. Tut e marë, bura, le e rrit me armë mizore në dorë, e që fatosat së të parti kanë, pos me neve pëndohë si të vdekurit dërvare, e qka është mazi, ne vëlla me vëlla në ndanë, e por si krypa ndri, e por si krandja e thapë në flakada, u shoft me arë, me farë, me pjeshk e me vri, kush do shqiptar që s'prehorit me za, kush do shqiptar që s'prehorit me uzdaj, rovdë Shqipnia, rovdë flamuri ynë kontar. Anja manjeton, o veke mo prej t'parve, o zeme i baruon, ka do shqiptare, o zeme i bashkuon, moro i që po tjetër, ani sot jakuron, se vonosht nesër. Darka e Lamës është amanet nga presidenti Ibrahim Rugova, ku ka simbolizuar që shqiptarët nuk janë të pastër vetëm materialisht, po janë të pastër në zemër, në familje, në tradita, dhe janë gjithmonë zemër gjërë, edhe sofra është për të gjithë. Atëherë, këtë tradit uroj që mos ta harrojmë, ta trasojmë tek gjeneratat e reja dhe ta ruajmë me fanatizëm. Zoti ju bekoft të gjithëve, Zoti ju bekoft edhe sofrat e juaja, dhe shpresoj të shihemi gjithmonë kështu të bashkuar dhe të përçojmë gjithmonë mesazhe përbashkuese dhe të mira. Zoti ju bekoft dhe ju falenderoj shumë. Veç se ty të shoh unë në ndër, veç se ty qut kam mendim, ndër të vështira të mje qandër, për ty i letë më vjen qdo ndëshkim. Këto në mërgim
Qira brigje, fusha e zallë. Dardani, pa ty lullës mi vjen era, pa ty pema fryt nuk më vjen, mu pa ty nuk më del pran vera, pa ty dielli nuk më shkelqen. Derisa të munde me ligjrue, e sa gjallë me fry mo njam, Dardani kur s'ka me t'harrue, edhe në vërë me t'përmend kam. Als unsere Tradition, wir bitten, dass Sie mit den anderen zusammen zu sitzen und weiter unserem Programm zu folgen. Vielen, vielen Dank. Prizreni më në Shkodër, ku aktorin, shkrimtari I cili e ka shkru tekstin, e kemi këtu është Syl Bajrami, një ndërin të ma për ne. Shoqata Bekim Berisha Abeja, me një staf të jashtëzakonshëm të mrekullueshëm që mbajnë traditat tona, që janë frymëzim për gjeneratat, respekt dhe punë të mbarë në vazhdimsi. Mein Mann und ich haben uns sehr für die Einladung, möchten uns sehr bedanken für die Einladung zu eurem schönen Erntedankfest. Und ich wünsche uns allen ein schönes Fest, ein friedliches Fest. Genau, das war's. Danke. Laura Lajqe në emën të shoqatës kulturore Iliria, ju përshëndesim, ju falenderojmë për ftesën, respekt për punën dhe angazhimin e shoqatës Bekim Berisha Abeja, ju urojmë punë të mbarë, suksese dhe gjitha të mirat. Shkoj
Kjo darka namës në tregon shumë gjona, me thënë, është oda e burrave, oda bashkimit, oda e koordinimit, prandaj ne shqiptarët të përgatë dhe kudo që duhet jetë sot e me organizuar, të bashkuar dhe koordinuar në mes vete. Une e bej prapë një thirrje aty ku dhe më dhëmë i shkëllë dhe gjuma, ju lutëm prindë të dashur, të rgoni fëmijët tuaj në mësimin plotësues të gjuhës shqipe, se vetëm kështu mund të arruajnë fëmijët tanë identitetin e tyre kombëtar. Në këtë sofrë ku jemi këtu, sofra shqiptare gjithmonë ka qenë simbol i mikpritjes dhe i bujarisë, dhe darka e lamës gjithashtu është një përmbledhje e begatisë, e bereqetit dhe gjithat mirave. E festov shumë çdo herë kështu, si është më së miri, dhe Zotje bekoft kombin shqiptar. Arbëri, nga jugun në veri, të bekoj Zoti me bukuri, atë bashkë rritin dy tri, njeri bardh, tjetri zi. Armiq të fatën lakmi, atë që të vdekje mbajloj zizi. Iliri, arbëri, me dardamin Shqipëri, ma e madhe bukuri. Jeni krenari dhe sinonim shpirtit tim, përjetësisht, deri në mëshirë. Azi, jepja një teste. Tash një kili, hajde. Hajde dhe. Hajde bashkem se bukuron shumë hudhës që jetin lojen. Në zane. Hajde japim për kryetor. Hajde për kryetor. Kem mashtruve, si kem falpoj, kem mashtruve. Fali kofshit, kreshit truve, fali kofshit, kreshit truve. Kogi ujo rena, rena, he, kogi ujo rena, rena. O njer shoqota që u komena, njer shoqota që u komena. Se ke bo për me vilnue, se ke bo për me vilnue. O t'lumit na ku për juve, t'lumit na ku për juve. Eu na tora, rondo sorra, eu fui pazzito, buone ciora, fui pazzito, buone ciora. Un po' non geli, mi trove, porto non geli, trove. Punte vogla, fjolte më dhore, punte vogla, fjolte më dhore. Si kem folpoj, kem mashtruve, si kem folpoj, kem mashtruve.
Shoqata Abeja ka nderuar me mirënjohje disa personalitete për kontributin e tyre në forma të ndryshme. Janë nderuar kryetari i komunës së Gjeçanit Bashkim Ramosaj si mysafir special, organizata jo qeveritare For New Life Kosova, si dhe Adem Lushaj, autor i librit Krimet serbe në Kosovë, rasti i Deçanit. Edhe organizata jo qeveritare For New Life Kosova ka nderuar me mirënjohje shoqatën kulturore shqiptare Abeja dhe familjen Arifaj. Pastaj mysafirët krijuan radhë të gjatë duke zgjedhur specialitete nga kuzhina shqiptare. Darka Lomës këtu bëhet për 60 vjet, mundohem mja përgo nga vim dadami, shumë angazhohen të djemë, janë të pa përshkryt sa bukur mundohen e krejt, po dadami festohet ashtu si e kemi tradit, po apet du t'ju falenderoj këtyre djemve që kur nuk unalen edhe kur nuk e kanë harru Darkën e Lomës, sidomos masi Ibrahim Rugova na luti, tha, masi harrojnë jashtë të sene, tha se jenë më rëndësi shumë, falimderit gjitha atyne që janë të angazhum dhe kanë kontribu për mu organizu këtë Darkë e Lomës, edhe njëherë, inshallah veç me bereqet, për 60 vjetë kemi bereqet shumë ma shumë, e mirë ma mirë. Ja, als erster Bürgermeister der Stadt Moosburg freue ich mich ganz besonders, dass ich heute zu diesem deutsch-albanischen Erntedankfest eingeladen wurde. Es ist das erste Mal, dass ich an so einem schönen Fest teilnehmen darf. Es ist für mich beeindruckend, wie die Kultur gepflegt wird. Auch das Essen, das wir gerade einnehmen durften, war hervorragend. Es waren albanische Spezialitäten und mir hat es gut geschmeckt. Ich hoffe, dass die Veranstaltung den Gästen in unserer schönen Stadt Moosburg auch gefallen hat, dass ihnen die Stadt Moosburg gefallen hat. Oder sie sind immer herzlich willkommen bei uns in Moosburg. Und ja, ich wünsche allen, die die Kultur weiter pflegen, alles Gute, dass die Traditionen müssen gepflegt werden und dann kann auch zusammen gelebt werden und wir müssen Integration pflegen und uns verständigen. Darka Lomës organizuar jashtë trollit shqiptar është më tepër simbolik për të qenë shpirtërisht të lidhur me traditat, me vendin dhe me gjitha ato të mërime
që ka arritur vendi ynë. Darka e Lamës në 10 huaj, thashtë më njëherë, është simbolik në krahasim me darkën e Lamës siç është organizuar përpara në Kosovë. Unë ndaj përshtypjet e mia të jashtëzakonshme në organizimin e jashtëzakonshëm të përkryer të shoqatës ABEA të generalit Bekim Berisha me një vazhdimsi të shkëlqyeshme me Haxhiun dhe me të tjerë që më vjen keq mos ma shohin për të madhe nga emra. Haxhiun e njoh atë nga aktiviteti i përpashëm kur ne si qendër kulturore shqiptare në Minih me emrin Rilindja kemi vepruar dhe kemi bashkërenduar të gjitha ato aktivitetet e para luftës edhe gjatë luftës bashkë. Domethënë kemi mbajtur gjallë jetën kulturore dhe në thojza institucionale jashtë atdheut, jashtë trungut tonë. Çështja e përgatitjes së ushqimeve nga nënat tona, nga gratë tona këtu në Mërgim nuk është parafërsisht i ngjashëm, po është i ngjashme, është ai që ne ushqimet i konsumojmë i ham në Kosovë. Edhe sot kemi pasur rastin që të ushqemi tamam në atë mënyrën më tradicionale me një sofër burrësh kështu dhe rrethuar me miq dhe me veprimtarë të dalluar, që unë ndjem shumë mirë dhe shumë krenar. Është me të vërtet një manifestim qendror që na i bashkon të gjithë shqiptarët në diasporë, jo vetëm në Gjermani, po edhe në Belgjik, Francë, Zvicër e tjera tjera. Është një manifestim i cili me të vërtet të gjithë kanë qenë sante shumë të kënaqur, edhe të disponuar, edhe të bashkuar. Unë uroj që edhe vitet tjera, ky organizim të ka të njëjtën peshë dhe t'i bashkoj të gjithë shqiptarët, pra të gjithë zonjat edhe zotërit të cilët gjinin të mërguar në Gjermani. Me artin tim, pra të muzikor, për thëmë, kështu me shokun dhe kolegun tim, po ashtu çdo herë, me ju gjithë dhe me shoqatën ABEA gjithmonë me kënaqësinë më të madhe. I përgëzoj për këtë eveniment kaq të bukur, kaq me vlerë dhe kaq tradicional që din veç ta me bo, na ringjallin ndjenjat tona tradicionale, e ndim veten sikur me qonë vite disa ditë në Kosovë. Edhe për nxënësit gjeneratat reja që i shkollojnë dhe po atë shumë ju japin kulturë dhe traditë shqiptare. E kam edhe ndjenjen më të madhe po për se vi pra nga Juniku, Bekim Berisha më i madhi i gjitha kohërave që tregoj veten që gjakun ja dha vetëm Kosovës, pra bashkë në lagjën time Mirotës, dha dhe jetën radhëshmor për lirinë tonë që na sot begëzojmë. Aty pra edhe anë myku e pau se shka të thot kur takohet me djemtë shqiptarë që cilët e mbrojnë tokën dhe vlerat e veta si që mbrojti edhe në këtë rast Junikun, kullat tona tradicionale dhe vlerat tona kombëtare. Rruga e aty ku unë jam dhe nga vi, po aty ku Bekimi ra, sot në banë emrin me plot krenari të Bekim Berishës. Dhe sa herë që shkojmë aty jemi dhe të lidhën me Bekimin. Po si këtu, me këtë vlerë tradicionale, pra që na rrethon çdo herë, e ndim veten gjithmonë të plotësuar dhe krenar me këtë që bëjnë ta për ABE-n dhe ABEA që bëri për ne. E mbajmë dhe shpresoj që çdo herë në tradicion le të jetë kjo edhe në gjeneratat e ardhshme që të jetë çdo herë përsëritshme dhe kurrë e pa harruar. Unë jam Floren Bushati, vi nga Peja. Këtu jetoj Mynen, jam gjenerata e tretë. Këtu kam lind, këtu jam rrit, po ditë sot si baba janë si ka lind edhe ai që të që, si ke marru as kulturën, as gjuhën. Dorka e Lamës, sa dione, është një traditë shumë e vjetër shqiptarëve. Çdo herë si vi kështu, çdo vit me gjyshin, emocionohem për shkak këngëve si kënohen, poezia e tonat, shumë krenar jam si mund vi që të shumë krenar. Ma shumë të mua më pëlqej folklori. Versi bi qiftelis e lahutës, kom qef më ndëgjua dhe tjerë si din ma shumë se une, nështë më mësu edhe për 2 vjetrit që janë që të që, versi mësoj një shumë, pa mos mësoj për gjyshit, gjithë kom merë me veti, shumë pëlqej kjo Dorka e Lamës.
Jemi shumë kënaqur. Pasi që për herë 11 takohemi këtu. Faleminderit për musafirëve se vinë. Respekt kryetarit, Fatën Ismaili, kryesisë, gjithë antarëve, familjarëve, grave posaçërisht. Ndihem shumë të lumtur se secilën herë po kultivohet kultura, po kultivohet tradita jonë, o shumë rregull, edhe sot ishte përplot, ushqim kishte të bollshëm. Me performancën e shoqatës së fëmijëve dhe të rive. Shumë. Pasi që jemi shumë kënaqur si mbajnë traditat, vallëzojnë, nuk pritojnë, edhe e kultivojnë traditën tonë, mundësinë se e kanë, edhe nuk i harrojnë tradita, nuk i harrojnë gavin. Shumë jemi të kënaqur. Falenderoj gjithë ata që kanë marrë pjesë. Shoqata, si që të seksove të është për 11 herë që banë manifestimin në Darkën e Lamës, një punë shumë e mëndshme për organizim, po sot ka qenë e madhërishme. Njerëz kanë ardhur prej të gjitha anëve, salla ka qenë e mbushur për plot, argëtimi ka qenë në nivelin e duhur dhe i falenderoj të gjithë ata që kanë marrë pjesë këtu, posaçërisht anëtarët e shoqatës, gazetarët, mjekët, intelektualët, gjithë që kanë qenë publikën këtu, që na kanë dhënë një mbështetje që sot jetë aq bukur që ka kaluar pa asnjë brejtje dhe shpresoj që edhe hera tjera të jetë kështu. Vallëtarët e shoqatës ABEA kanë ndriçuar, po ashtu edhe nxënësit e shkollës shqipe nga Frajsingu, edhe ata ishin të mrekullueshëm. Bej që çdo prind që ekziston këtu në Gjermani dhe në Perëndim ti dërgoj fëmijët e tyre në shkolla shqipe që tradita mos të humb, po të vazhdohet prapë gjithmonë sa të jemi gjallë. Shoqata Beke Berisha ABEA tashmë po bën 11 vite që ka themelimi i saj. Është një ndër shoqatat më suksesshme, më të me plot kuptimin e fjalës, këtë rrethin landin e Frajsingit e Bavari. Pas shumë festa të tjera, zakonisht tash po bëhet edhe viti 11 që është mos si festë shumë e njoftën për këtë rrethin edhe më gjerë Darka e Lamës. Jemi shumë të lumtur se fillimisht kur kemi filluar këtë projektin e Darkës Lamës, kemi pas frikë nështë nuk mirë pritet ka rrejti kështu, po ka marrë aq eufori të madhe sa që ide nuk i kemi, edhe tash jenë mbush 11 vite dhe secilën herë njerëzit me ka 6 muaj para datës kur mbahet Darka e Lamës, që thrasin kur mbahet e presin me një gëzim të madh. Kështu që jemi me të vërtet shumë lumtur me këtë organizim Darkës Lamës, edhe jemi shumë të lumtur se masa jonë e komunitetit jonë e ka mirë prit, edhe ja dinë rëndësinë e kësaj feste shumë të lashtë tonën. Edhe kësaj here jemi mundu domethënë ta bëjmë një organizim tashmë tradicional. Kemi pas një pjesëmarrje shumë masive nga gjitha trojet shqiptare, po edhe brenda vendit se ku jetojnë, domethënë jo vetëm nga Gjermania, por edhe shtetet përreth. Jemi munduar ta bëjmë atë sa më tradicional, sa më mirë, për arsye se Darka e Lamës për ne ka edhe një domethënie të dytë. Është një tërheqës apo një sofër ku na bashkon të gjithëve, edhe pse jemi jashtë edhe larg vendlindjes, duke u munduar që t'ja dim vlerën, domethënë gjitha të mirave që Zoti na jep përmes punës dhe gjitha të arriturave që i kemi, edhe njerë po e potencoj edhe pse jemi jashtë katëdhjeut.
Shikues të nderuar, ndoqët reportazhin nga darka e Lamës e kremtuar në Mosburg. Javën e ardhshme ju sjell tema të reja. Mirupafshim.